Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë akuzon VMRO DPMNE-n për korrupsion të rënd në sektorin e bujqësisë. Deputeti i opozitës Ljupço Nikolovski paralajmëroi se për shkak të një skandali me drejtorin e Agjencisë së Pagesave, Ilia Stoilev, Bashkimi Evropian mund të pezulloj programin IPARD 3 me vlerë 128 milion euro, që ishte i destinuar për mbështetje të bujqeve dhe zhvillimin rural. Sipas Nikolovskit, ky është një dëm i madh jo vetëm për bujqit, por për të ardhmen e vendit si shtet evropian. Për shkak të këtij skandali, në rrezik janë 128 milion euro të programit IPARD 3, para që duhet të ishin motori i zhvillimit të bujqësisë son. Kjo nuk kupton se nuk do të ketë më thirrje të reja, kontrata të reja dhe as pagesa për projektet që janë në zhvillim. Mira bujq dhe agrobiznese tani përballen me pasiguri dhe me frikën se mund të humbin investimet e tyre. Sa herë VMRO DPMNE-ja është në pushtet, mbështetja nga Bashkimi Evropian vihet në pikpyetje. Ai kujton se në vitin 2017, kur LSDM erdhi në pushtet, shfrytëzimi i fondeve IPARD ishte vetëm 12%. Sipas Nikolovskit, gjatë qeverisjes së LSDM-s, programi u përmirësua deri në 100%. Shfrytëzim të fondeve IPARD 2 dhe Maqedonia u bë lidere në rajon. Përfundon se në vetëm një vit e gjysmë pushteti aktual e ka shkatëruar sistemin e ndërtuar. Nga LSDM kërkojnë që institucionet të veprojnë menjëherë dhe të garantojnë transparencë, në mënyrë që vendi të mos humbas mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian.